Fakt, unë të doja ta theksoja këtë që nuk janë të përgatitur, nuk janë të trajnuar, edhe pse ato e bëjnë këshillimin e karrierës, por në të vërtetë ato mundohen të marrin informacione që mund t'ja japi media apo mund t'ja japi interneti, por që të ketë trajnime specifika nga ekspert të tregut punës, nga ekspert të cilët janë njohës të le të themi po qoftë edhe nga sociolog dhe psikolog që mund të njohin karakterin e çdo individi dhe të zbulojnë dhe të japin le të themi mendime se ku mund të shkojë ky ri, kjo është e vështirë për ta thënë, pra nuk ka, janë mësues të lëndëve të ndryshme që japin informacione. Për shembull, një mësues gjeografie sado informacion të ketë, mund të themi që në universitete ka programe të reja që vetë universiteti në kuadër dhe të përshtatjes së tregut punës dhe po dhe të hyrjes në Bashkimin Evropian apo përshtatjes së kurrikulave universitare me ato europiane, kanë lindur deg të reja, programe të reja studimi, që dhe vetë ne pedagogët detyrohemi të studiojmë rreth këtyre degëve apo rreth këtyre programeve të reja. E ç'mund të themi për një mësues që as nuk e di që ekzistojnë degë të reja. Këtë nisem nga eksperienca, sepse më vinë autor, shumë studentë, të cilët kanë aplikuar për shkencë administrimi në degën administrim publik dhe nuk e dinë që kjo degë ka lidhje me ekonominë. Mendojnë që për shembull kjo degë ka lidhje me lëndë vetëm shoqërore, nuk bëjnë as matematika as gjë, dhe në momentin që ato futen, jo vetëm që nuk kanë performancë të lartë, por thonë që ne na kanë thënë që kjo degë nuk ka matematikë, nuk ka lëndë ekonomike, ne nuk i pëlqejmë të lënda dhe ne s'kemi performancë të lartë. Pra, kuptojmë që vetë dhe shkolla e mesme nuk ka informacion për programet e studimit, çfarë përfshin programet e studimit, çfarë lëndësh përfshin, e jo më të mendojmë që ky mësues të japi të jetë një këshillues i mirë karriere. Tani se si mund ta marrin informacionin mësueset, por gjithë ato mësuese që na ndjekin që bëjnë këshillimin e karrierës, mjafton të shkojnë në faqet zyrtare të çdo universiteti publik dhe privat, aty informon rreth degëve dhe rreth degëve aty kanë dhe programet të studimit dhe kuptojnë se çfarë lëndësh ka.